Statistikat e Instat për muajin maj tregojnë një rritje të turizmit, ku numri i vizitorëve në strukturat akomoduese është rritur me 12.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky fluks i udhëhequr nga një rritje e vizitorëve jo rezident me 12.7% ka sjellë një rritje të kërkesës për hotele dhe shërbime, duke çuar shfrytëzimin e dhomave në 29.8% krahasuar me 28.7% në maj të 2025-s. Ndërsa industria e turizmit përballet me këto shifra, vihet në pikpyetje kostoja e këtij suksesi për qytetarët vendas. Problemi kryesor qëndron te shtrenjtimi i shërbimeve, fakt që po e kthen Bregdetin në një destinacion gjithnjë më të vështirë për t'u përballuar nga familjet shqiptare. Rajoni i Jugut mbetet më i kërkuari, ku numri i vizitorëve jo rezident u rrit nga 71.351 në maj të 2025-s në 83.195 në maj të 2026-s. Ky përqendrim i lartë i vizitorëve të huaj, sidomos nga Italia, Kosova dhe Gjermania, ka diktuar një orientim të tregut drejt çmimeve ndërkombëtare. Kjo prirje bëhet edhe më e dukshme kur vëzhgojmë tregun digjital. Mjafton një kërkim i thjeshtë në platformat Booking apo Airbnb për strukturat akomoduese në zonat bregdetare të Jugut për të kuptuar rritjen e konsiderueshme të çmimeve, ku shpesh raporti midis kostos dhe cilësisë së shërbimit të ofruar nuk është i justifikuar. Suksesi i turizmit nuk duhet të varet vetëm nga sa turistë të huaj vizitojnë vendin ton. Turizmi i vërtet duhet u jap mundësi edhe shqiptarëve që të shijojnë bukuritë e vendit të tyre, pa u detyruar të shpenzojnë shuma që nuk i përballojnë dot.